Gjykata e posaçme e apelit rrëzoi kërkesën e Erion Veliajt për të shpallur pavlefshmërinë e veprimeve të prokurorisë së posaçme në mbledhjen e provave në dosjen në ngarkim të tij. Vendimi u mor këtë të hënë nga gjyqtari Engert Pëllumbi. Veliaj kërkoi pavlefshmërinë e akteve të administruara nga prokurorët e posaçëm, ku në kërkesën prej 77 faqesh vihet në mëdyshje statusi i magjistratit për prokurorin e SPAK, Olsi Dado, si dhe kundërshtohet procedura e ndjekur gjatë këtyre hetimeve. Mëtej, kryebashkiaku rendit përdorimin e një kallëzimi penal të falsifikuar Nesti Angoni si bazë për nisjen e hetimeve, pas një verifikim të identitetit të kallëzuesit. Veliaj përmend edhe kryerjen e veprimeve hetimore pa regjistrim të procedimit penal për të shmangur afatet, kontrollin gjyqësor dhe kufizimet ligjore. Pjesë e listës së gjatë të argumenteve është sipas tij edhe shmangja e afateve hetimore përmes regjistrimit të procedimit penal pa emër, sekuestrimi dhe përdorimi të dhënave kompjuterike pa vendim gjykate, apo dhe leximi i korrespondencave private në mungesë të çdo baze të autorizimit ligjor. Veliaj pretendon se nuk i është dhënë e drejta për mbrojtje efektive pasi i është refuzuar koha e nevojshme për njohjen e akteve. Në procesin hetimor sipas tij janë përdorur ekspert të varur nga vetë organi i akuzës në kundërshtim me standardet e paanshmërisë. Kryebashkiaku nuk bie dakord edhe me ndarjen e hetimit në disa çështje, të cilin e konsideron një mjet për të cënuar të drejtën për mbrojtje dhe sigurinë juridike. Mëtej ai shton se media është përdorur si zgjatimi i akuzës përmes rrjedhjeve të qëllimshme, manipulimit të opinionit publik dhe mosveprimit institucional, kur sekreti hetimor rrjedh në publik.